Të nderuar kolegë nga qeveria jonë, gazetarë të medjave, të dashur qytetarë të Republikës, në 2 vitet e fundit, qeveria jonë, përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, unë si kryeministër, anëtarët e qeverisë veç e veç, presidentja, kryeparlamentari, delegacioni i Kuvendit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, deputetët e tjerë të Kuvendit, të gjithë kemi qenë të angazhuar në një proces shumë të vështirë lobimi për ta bërë realitet antarësimin e Republikës sonë në Këshillin e Evropës. Nuk kemi lënë gur pa lëvizur e njeri pa takuar. Megjithatë, pasi që kërkesa për antarësim është proceduar tutje në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës në muajin maj të vitit kaluar, Komiteti Përgjegjës i Asamblesë Parlamentare ka bërë një vlerësim të hollësishëm të kuadrit institucional e ligjor sa i përket demokracisë, drejtave të njerëzit e standardeve të qeverisjes së mirë. Një raport i juristëve eminent, dokument zyrtar ky i Këshillit të Evropës, ka konstatuar që Kosova është një shtet me kuadër të qëndrueshëm të institucioneve demokratike. Raporti ka listuar disa kushte ndër të cilat ka qenë edhe zbatimi i vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës Kosovës për manastirin e Deçanit vitit 2016. Raporti është publik dhe mbetet një dokument që nuk mund të ndryshohet apo përjashtohet nga rruga jonë për në Këshillin e Evropës. Do të mbetej aty si listë kushte sot pas një viti, pas 10 vitesh. Pas një procesi masiv të takimeve, vizitave e të komunikimeve, në është bërë qartë që nga shumë kushte që i kemi pasur për antarësim në Këshillin e Evropës, disa janë konstatuar që janë plotësuar e disa janë listuar si çështje jo urgjente. Por njëri mbetet dhe nuk do të hiqet. Zbatimi i vendimit të Gjykatës Kushtetuese për çështjen që lidhet me manastirin e Deçanit. Qeverisë si është bërë qartë nga Komiteti i Asamblisë Parlamentare, nga grupet politike kryesore në Asamblenë Parlamentare që përfaqësojnë parlamentet e shteteve anëtare, nga shtetet e Kuintit që ne duhet të zgjedhim ndërmjet 2 opsioneve. Të zbatojmë vendimin e Gjykatës Kushtetuese e të na mundsohet ecja tutje me qëllim antarësimi në Këshill të Evropës këtë vit, apo heqjen e çështjes Kosovës nga agjenda e antarësimit dhe rrjedhimisht heqjen dorë nga një qëllim demokratik e shtetëndërtues i Republikës sonë. E provuam me datën 5 mars për herë të fundit që ta shtyjem miratimin e opinionit për antarësim në komitetin fjalë, por pa sukses. U bindëm që duhet të zgjedhim njërin opsion, nuk ka një zgjedhje të tretë. Si kryeministri i Republikës Kosovës, nuk na pëlqen ai vendim i çuditshëm e i padrejtë, e ndërkohë ka edhe procese tjera gjyqësore pezu për këtë çështje, teksa ne si qeveri nuk kemi më mjete legale e juridike për ta anuluar vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Nuk do ndryshoj qëndrimin ndaj këtij vendimi të dëmshëm asnjëherë. Në anën tjetër, nuk ka dyshim që antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gjigant për Republikën tonë, drejt njohjes së peshës evropiane që mundson antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për Kosovën e pavarur. Në ushtrimin e gjykimit për këtë çështje jam prirë nga arsye e shëndosh. Askush nuk ka të drejtë t'ia ndalë Republikës Kosovës të drejtën për qenë shtet i barabartë me çdo shtet tjetër të kontinentit tonë. Askush nuk ka të drejtë t'ia humbas qytetarëve të Republikës të drejtën që të ndjehen qytetarë evropian duke pasur të drejtën për t'u qasë Gjykatës Evropiane për drejtat njerëzit e 10 mekanizmave të tjerë që përbëjnë makinerinë demokratike panevropiane të Këshillit të Evropës. Shteti konsoliduar e i barabartë në kontinentin evropian je para së gjitha duke qenë antar i Këshillit të Evropës. Mbi të gjitha kërkohej një vendim i arsyeshëm, fatkeqësisht jo i drejtë në plotësinë e tij. Por me gjithë këtë, për të arritur një qëllim shumë më madhor që ja kemi bërë shtetit, e që hap mundësi të papara më herët, ne duhet bërë një hap përpara me maturi e përgjegjësi si një vend i pavarur e sovran. Andaj sot
i kemi thënë Agjencionit Katastral të Kosovës që ta zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese, kurse Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, zonja Donika Gërvalla, i ka dërguar notë verbale njoftuese për këtë çështje Këshillit të Evropës. Me 22 mars është mbledhja e jashtëzakonshme e komitetit atje. Kahmesi i prillit është Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe në fund të muajit është Këshilli i Ministrave në Këshillin e Evropës që vendos për antarësimin tonë.